Po keni fjalën për procedurë. Shiko, unë mendoj që jemi në seancën e aktit normativ. Edhe normalisht kur flasim për para publike duhet kemi parasysh një gjë, që politikat buxhetore sektoriale nuk bëhen sipas dëshirës, apo sipas afeksionit që cili do ministër, deputet e kështu me radhë ka për një sport caktuar. Blendi për padelin, Taulanti për boksin, unë për ping-pongun, më fal, lutem, unë për ping-pongun, një tjetër për shahun e kështu me radhë. Jo, nuk bëhet kështu. Tani, këto para që janë këtu, në këtë akt normativ, nuk janë para për të mbështetur sportin e padelit. Blendi do vazhdoj ta bëj sportin e padelit me lekët e veta. Këto para janë për kuota pjesëmarrje në këto aktivitete. Tani 2.2 milion euro për kuota pjesëmarrje në aktivitetet tash më vjen keq, po janë shumë para. Ashtu siç pjesa tjetër që ne kemi disa vite që e çojmë ke Komiteti Olimpik duhet filloj të prodhoj produkt. Dhe në krahun tjetër pastaj, nëse do flasim për sporte moderne, për sporte të kohës, e kështu me radhë, lejoni t'ju them, e thash në Komisionin e Ekonomisë, që futbolli është një nga sportet që po jep shpirt në këtë vend. Superliga në këtë vend po mbahet nga disa president me lekët e tyre. Dhe pastaj një pjesë e këtij aktiviteti po mbahet me para pa destinacion, që t'jemi të qartë e ta themi si duhet. Pra në qoftë se do mbështesim, hajde mbështesim këtë sportin masiv në Shqipëri. Jo sportin sipas dëshirës së një ministri që më lejoni të them tash as unë as ai se tregojmë dot sa sportiv jemi. Po jo tek padeli, lutem, as tek ping-pongu. Faleminderit. Faleminderit zoti Braçe. Fjalën e ka zonja Koçiu. Zonja Koçiu, keni fjalën. Duke dëgjuar diskutimet e sotme për këtë akt, i cili është padyshim nga më të rëndësishmit që Parlamenti diskuton, padyshim kam një ndjesi shumë pozitive që jemi futur në një situatë normale, një situatë ku diskutohet, grupet parlamentare paraqisin opinionet e tyre, edhe pastaj padyshim s'është vota e seancës sotme se ajo dihet si do jetë, po është vota popullore sa herë që ne dalim ballafaqim me njerëzit që na gjykon mbi qëndrimet tona. Fatkeqësisht, ashtu si edhe para 2 ditësh në mënyrën e bërjes protestës, edhe sot në diskutimet e tyre, opozita shqiptare tregon se sa larg është realitetit. Se diskutimet e tyre flasin për histori, të cilat nuk kanë asnjë lidhje me mënyrën se si menaxhohet buxheti i shtetit, nuk kanë asnjë lidhje me realitetin në cilën Shqipëria sot zhvillohet, në janë shumë larg diskutimit të një vendi kandidat për Bashkimin Evropian. Sot ne diskutojmë jo një akt të thjesht, po një akt që faktikisht ndan mënyrën se ne si ne gjykojmë mbi të drejtën e madhe që ne kemi për të shpërndar paratë të qytetarëve shqiptar. Edhe ajo që lexojmë sot nga ky akt normativ është qartazi ajo çfarë Partia Socialiste ka në gjenezën e saj. Shteti nuk braktis askënd dhe njëkohësisht ruan stabilitetin ekonomik dhe disiplinën fiskale. Pra themi qartë, ky akt nuk rrit deficitin, nuk rrit borxhin, nuk cënon të ardhurat, përkundrazi ai bazohet në kursimet reale, të krijuar nga menaxhimi i kujdesshëm i financave publike dhe pikërisht dëshmon dhe një herë dallimin ton të madh. Ne nuk premtojmë pambulim, ne nuk shpërndajmë iluzione, ne shpërndajmë mundësi reale dhe mbështetje konkrete. Në këtë paketë, konkretisht, ata cilët kanë më shumë nevojë për mbështetjen e shtetit, gjejnë mbështetje me aktet normative dhe me pjesën e menaxhuar të buxhetit në mënyrë korrekte brenda mundësive që Shqipëria të ofron. Mbi 148.000 qytetar, përfitues të ndihmës ekonomike dhe persona me aftësi kufizuar marrin një ndihmë të drejtë për drejtë nga ky projekt akt.
pensionistët marrin siguri përmes forcimit të skemës pensioneve. Fermerët mbështetjen për të garantuar prodhimin dhe sigurinë ushqimore. Shëndetësia furnizohet me medikamente nëpërmjet këtij akti. Policia e shtetit dhe forcat armatosura mbështeten për të përmbushur detyrat e tyre ndaj qytetarëve dhe partnerëve tanë strategjik. Ky projekt akt, si e gjithë qeverisja jonë, padyshim ka edhe profilin e saj inovator. Pra përgatitjen e politikave të reja, nxitjen e situatave të reja në realitetin politik shqiptar, e cila nuk shkojnë vetëm mbështetjet të një zërit burzëtor, po prodhojnë më shumë ekonomi, prodhojnë më shumë para, prodhojnë më shumë imazh, prodhojnë më shumë turizëm. Dhe më lejoni nderuar kolegë deputet që nga kjo foltore të flas për një ndjesi të re të projektaktit paraqitur me shumë korrektesë nga ministri Male. Mbështetja për sportin, një politik qartazi qeverisë e Partisë Socialiste, që nuk e shikon sportin si një mbështetje vetëm për realizimin e atij aktiviteti, por si një aktivitet politik i cili rrit imazhin e Shqipërisë, rrit prezencën e saj në arenën ndërkombëtare, paraqitet të krijojë më shumë turizëm, paraqitet të forcojë më shumë realitetin në cilën zhvillohet sporti shqiptar. Dhe konkretisht një sport i ri, sporti i padelit, që jo vetëm për kolegët e opozitës, por edhe për kolegët e majorancës, quhet si një luks, por nuk është fare kështu. Sporti i padelit është një nga sportet me rritje më të shpejtë në sot në botë, qoftë në Evropë, qoftë në Amerikë dhe kudo. Sporti i padelit, cili mbështetet nga ky buxhet, vjen si një kërkesë që vjen nga organizata ndërkombëtare e padelit që troket në Republikën e Shqipërisë. Në dokumentet zyrtare, kjo federat shpreh qartë interesin për të sjellë në vendin tonë eventet prestigjioze ndërkombëtare si Kupra FIFA FIP Tour, Platinum dhe Padel Premium gjatë viteve 26-28. Kjo nuk është thjesht një aktivitet, por është një pozicionim i qartë që është duke kërkuar të mbështetet një sport i cili është një sport masiv i aksesueshëm për të rinj, gratë dhe familjet. Nuk kërkon infrastrukturë të shtrenjtë si sportet tradicionale, nuk kërkon vetëm njerëz të cilët kërkojnë masivitet madh, por është një sport i cili padyshim, ashtu siç kemi edhe dakordsinë me Federatën Kombëtare Profesionale të Sportit Padelit, ndërtimin e ambienteve të rinj, krijimin e qendrave të ekselencës, rritjen e pjesëmarrjes të trinjve, zhvillimin e sportit në baza afatgjate. Nëse Shqipëria sot po futet në këtë mbështetje, ajo qartë pozicionohet në hartën ndërkombëtare të sporteve moderne, rrit ofertën turistike përtej sezonit klasik, krijon ekonomi rreth sportit, shërbimit, punësimit, investimeve private. Forcon imazhin e një vendi dinamik, europian, konkurrues. Pra le të themi hapur dhe një herë, sporti nuk është luks në Shqipëri. Ne e shohim sportin si një mundësi të ardhë zhvillimit. Dhe mbështetja në këtë projekt buxhet, që përsëri e falenderoj në emër të një komuniteti mira djemë dhe vajza shtrinj që e ushtrojnë këtë sport, edhe në shumë tjerë që ta zhvillojnë ministrin Malej për mbështetjen, po jo pse jo, edhe ministrat që ka negociuar, që nga ministra Manastirliu, ministra Muzhaqi e ministra tjerë që janë marrë. Me këtë mundësi të ardhë, për të ardhur në Tiranë dhe në Vlorë, dy aktivitete fantastike ndërkombëtare, që ashtu si kolegë kritikuan edhe organizimin në Shqipëri të turit ndërkombëtar ciklistik, i cili prodhoi si asnjëherë tjetër një reklam të jashtëzakonshme për Shqipërinë, për vendet më të bukura të saj, në një transmetim disa ditor në të gjitha televizionet sportive, por pse jo, dhe në miliona, në mos miliard shikues imazhin e Shqipërisë, edhe këto aktivitetet reja, ashtu siç është dhe mbështetja
për organizimin e kampionatit Europian të trive në futboll, i cili përsëri i shkon kësaj linje të hapjes Shqipërisë, modernizimit të saj, futjes së aktivitete inovuese për të prodhuar më shumë ekonomi, më shumë turizëm, më shumë mirëqenie, më shumë para, është edhe mbështetja që vjen sot për këtë aktivitet, duke dëshmuar edhe një herë se duhet jemi inovativ, duhet jemi progresiv, duhet jemi europian, duhet jemi konkurrues, duhet jemi të qartë se çfarë kërkojmë, çfarë synojmë dhe si duam të arrijmë atë. Shumë faleminderit, zoti ministër. Nuk e kuptoj.